Mirë se erdhët në Fandej. Të pushoj drejt apo shumë i zonë tani, se sapo kanë nxjerrë një foto, në fakt në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme kanë nxjerrë një foto drejt në Instagram, sikur ka bërë Jennifer Lopez duke u përqafuar me njëri tjetrin, duke u përqafuar te mos ato po gërshetoheshin me njëri tjetrin, them të drejtën, edhe kjo na ka bërë të mendojmë që janë në një lidhje më në fund. A do flesh më rehat tani që kuptoj që janë në lidhje? Se ping-pong do bëni, po nga ana tjetër është Rihanna që i ka bërë unfollow Jennifer Lopez dhe jo pa qëllim për të tjerë. Kështu që sot le të përshëndesim gjithë ato që bëjnë unfollow. Që i bëjnë unfollow është dashurit, rivales apo kujt do tjetër. Që ka kush bën unfollow i përshëndesim shumë në ditën e sotme. Ndërkohë ne mund bëhemi pjesë me njëri tjetrin në gjitha rrjetet e mundshme sociale, kështu teorikisht po e them në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in intv.al. Ne do jemi bashkë në fakt për 2 orë në vijim për të folur për shumë gjëra interesante. Vjen Ingrid nga Cineplex për të na treguar kush janë filmat e kësaj fundjavë që do të mund të shikoni në kinema, ato më interesante që ja vlen vërtet kalojnë një pasdite duke i parë me njerëzit tuaj të zemrës. Do të vi Albi pak më vonë për të na treguar, ju Albi shpesh e shikoni çdo ditë në fakt në Interval Albania me agjendën, duke na ndihmuar me gjithë eventet. Duke qenë se është fundit tani më dhe një zot të di se ku do shkojmë dhe çfarë do bëjmë dhe me kë do ta shpenzojmë këtë ndrim vitesh. Në Tiranë ka shumë evente ku do të jeni kështu përzgjedhur cilin do nga ato. Albi do të na ndihmojë për të na treguar çfarë do ndodh në Tiranë gjatë ndrimit të viteve, ku do të jenë festat, ku do të jenë këngëtarë që do të performojnë e të tjerë të tjerë. Sikundër do të flasim edhe për komentet që ju keni bërë në Facebook. Kemi një hot of the day nga Olly Murs, dhe kemi fakte për Krishtlindjen dhe për vitin e ri, pse jo? Do të flasim për yjet e Hollywoodit, si kanë festuar ato Krishtlindjet, duke i sjellë me foto këto të fundit, janë shumë të këndshme për të parë. E megjithatë do dhurojmë shumë këngë për njëri tjetrin. E para në fakt që do të vite do të hap Fandej, është një bashkëpunim i parë i kësaj natyre midis Gent Prel Vukaj, që unë ja bëj lëmsh mbi emrin, bashkë me Lyric Alson, është Atmer Malli që hap Fandej në ditën e sotme. Përfundimisht, kjo do të jetë kënga që mua do më kujtoj gjithmonë 2016. Unë jam vështirë që të kem me të vërtet qef diçka për me të vërtet. Kjo është një ndër këngët që më ka fituar zemrën edhe jam dashuruar me fest kam. Me thënë të drejtë, kështu që Xhulio tregohet shumë i dashur kur ma vendos këngën në son. E keni parë sa bukur shkruan bluzja ime sot? All About You, në fakt, është për gjithë ju që jeni fan lover sot. Pa dallim moshe fare, madje unë kam thënë që për mua followers janë super të preferuar gjithë ato që mezi presin mbarojnë shkollën dhe stacionojnë dhe shikojnë Fandej, po kam marrë vesh edhe gjyshet na shohin, ju përshëndesim gjithë gjyshet, kam marrë vesh edhe mamat na shohin, kështu i përshëndesim gjithë që po na ndjekin tani, edhe zgjedhin që ditët e fundit të 2016 të paktën 2 orë në ditë i shpenzojnë me ne, se në fundit kjo është ideja që të fikni hallet dhe të lashët që keni patur sot, e të kënaqeni me muzikë të mirë dhe me mua që do filloj të flas pak më ngadalë, se për shembull shoh Fationin që ka bërë fytyrën kështu, do thotë që unë po flas me vërtet shumë shpejt. Gëzuar ditëlindjen kushdo që feston sot, gjithë shikuesit e Fandej, pse ja që ne quajmë dhe fan lover, gëzuar nëse keni një ditëlindje apo përvjetor të kësaj natyre që edhe e festoni sot. E dini kush feston, ai romantiku i pashërueshëm në fakt, që një ndër kolonat zanore të dashurisë është pa diskutim All of Me, që mban firmën e John Legend. Së fundmi ka bërë një këngë shumë bukur, që po më vjen fare titulli, po shaj pjesa Who's Gonna Kiss You When I'm Gone e të tjerë. John Legend sot feston 38 vjetorin, kështu që gëzuar për të, edhe për çdo. Ai feston tani më me dashurinë e tij që është një thur modele, Chrissy Teigen, e së bashku me vajzën që është fryti i dashurisë tyre. Këngëtari David Archuleta feston 26 vjetorin për të kaluar tek një aktore tani më, Sienna Miller, 35 vjeç. Aktori, në fakt edhe bashkëshorti Sofia Vergara, i quhet ndryshe Joe, feston 40 vjetorin. E ku ka më mirë që të festosh ditëlindje. Çfarë sot e mërkur, ditëlindje në mes të javës. Nuk është aq mirë se do festosh gjithë natën, duhet të çohesh herë të mëngjes për të për vajtur në punë edhe etj. Për nesër mos mendoni për këtë, fokusoni te gjërat e bukura që ju rezervon. Njerëzit që do t'ju bëjnë mesazhe plot me dashuri, dhurata për qafime etj. Produksioni më i fundit i John Legend, i cili ka dhe ditëlindjen sot, është një ndër këngët e preferuara të mia të momentit, është Love Me Now. E shohim.
edhe përsëri në fande. Mirë se ju gjeta. Unë kam parë edhe jam fiksuar duke i riparë për në disa të nërë teaserat e filmave të rinj që vinë në Cineplex dhe e kam si argëtim më vete atë pjesë nuk të stacionojmë në Cineplex Pikali dhe shoh filma që do vinë, nuk e di më pëlqen shumë. Që do vinë gjatë muajit dhjetor dhe gjatë janarit, sepse tani vjen periudha shumë e mirë. Ti e di fillon pak a pak edhe diskutimi për cilat do jenë Oscars, edhe cilat filma pritet të dalin këtë periudhë. Përgjithsisht janë ato filmat që janë më shumë të diskutuar se janë më afër këtyre lloj nominimeve dhe është kjo periudha shumë e bukur e kinemasë. Unë pash që dhjetori ishte super me filma. Po, për më tepër në fakt, dhjetori është edhe një moment i bukur edhe me filma për Krishtlindjet, apo është kjo idea e familjes, idea e periudhave të festave ku njerëzit janë pushim dhe preferojnë që të shikojnë filma të rinj në kinema. Neve për shembull nesër kemi dy filma të rinj, si gjithmonë të njëjtën ne nxjerrim 2 ose 3 filma çdo javë. Dhe kjo javë ka 2 premiera vërtet interesante. E para është Assassin's Creed, për të cilën ne kemi organizuar edhe një men's night. Kam treguar edhe më përpara, ne organizojmë këto eventet që janë specifike me një tematik, përgjithsisht i asociojmë me një film. Për shembull për Assassin's Creed nesër do kemi Men's Night, për Bridget Jones më përpara kemi pasur Ladies Night. Shpesh herë se është pjesë e lezetshme cilën do doja edhe ta sqaroja. Shpesh herë më pyesin, po mirë, te këto Men's Night nuk lejojnë vajzat? Po sigurisht që lejohen. Thjesht është ideja meqense filmi është pak më tipik mashkullor, pa dashur për të vendosur kështu stigma, por ne krijojmë këto eventet me qëllim që të kemi sa më shumë klientë dhe sigurisht që klientët që do vinë në ato premiera të kënaqen më tepër dhe të marrin një vlerë të shtuar sepse ne organizojmë aty edhe në një catering të vogël, po, në një pijet në hyrje, pra diçka më tepër se sa thjesht vim shohim një film, është një aktivitet, është një mbasditë si thua. Dhe për nesër kemi Assassin's Creed që koca e përmend se është komplet salla plot, domethënë në këtë moment teksa flasim është çdo gjë sold out. Sepse Assassin's Creed në fakt është një film që po pritet nga shumë muaj, është marrë nga loja me të njëjtin emër dhe rrjedhimisht eksakt, dhe rrjedhimisht ka një klub fansa shumë të fortë lidhur me këtë. Dhe për më tepër, për ata që nuk janë fare fansa të lojës, siç jam edhe unë ndërto, është po pikërisht, përgjithsisht vajzat janë e shikon, nuk është se duam të bëjmë darje të mendshme. Dhe ndërkohë, kush luan? Michael Fassbender, kështu që të gjithë atje duke parë një film që pritet që vërtet jetë shumë i mirë. Kritikat janë shumë të mira dhe ta shikojmë tani, unë jam shumë kurioze për veten. Ndërkohë po ashtu nesër kemi një film tjetër që në fakt është i zhanrit dram dhe pak science fiction. Është me Chris Pratt dhe Jennifer Lawrence. Quhet Passengers. Nga traileri është duket një film shumë interesant dhe që nuk është tipikisht as drama as science fiction, është një çift që nuk janë çift, në fakt janë 2 persona, por që gjenden në një anije kozmike dhe zgjohen 90 vjet përpara të gjithë të tjerëve. Pse janë zgjuar përpara? Është pyetja. Kjo është për të zbuluar te filmi, se po e bëj kështu. Si ato trailer vetëm për të zbuluar, po vërtet kjo është gjithë intriga ose thrilli i historisë së filmit. Pastaj filma të tjerë që pritet që ne të kemi është Collateral Beauty me Will Smith, që ka pasur review të ndryshme, por casti aktorëve është i jashtëzakonshëm. Sigurisht unë do doja të përmendja Office Christmas Party, që është hiti i këtij muaji, po i festave. Domethënë është shumë interesante se ne përgjithsisht kemi këto komeditë romantike. Dhe përgjithsisht njerëzit i pëlqejnë, vinë, shikojnë, po i harrojnë shumë shpejt. Office Christmas Party është një komedi shumë ndryshe që vërtet është pëlqyer shumë edhe në fakt ishte vërtet shumë gazmore, kështu që me drejt ishte fiks për këtë kohë për të kaluar një kohë të mirë. Unë pas edhe them vetëm të kënaqja shumë duke parë, sepse edhe tani po të mbilosh 2 orë dhe komentoj filmin nga gjitha skenat që kam parë. Këto janë, si thua, ato highlightet e kësaj jave të fundit që mbetet. Në pjesën e 2 do të tregoj çfarë vjen në 2017. Oh, shkëputëm atëherë. Kthem. Jemi gati.
gati për 2017-ën. Thash, me qënë se në ngeli vetëm javë nga 2016-a, tani do i hedhim syt ma ta. Vërtet, 2017-a, nga pikpamja kinematografike, pritet që t'jetë i jashtëzakonshëm. Po, ka filma që janë pjesë e franchise-ave të famshme që kanë qenë në vitet e kaluara një sukses i jashtëzakonshëm dhe do vijojnë. Ne me njëherë në janar kemi edhe Men's Night përsëri. Pra, po si gjithë për Men's tani Po se qëllojnë filmat, për cilin film? Për Triple X, The Return of Xander Cage. Nga traileri duket me Vin Diesel, më thënë, pritet që t'jetë një film shpërthys, vërtet është shpërthys, një dinamizëm edhe një aksion një jashtëzakonshëm. Këtë e kemi me njëherë në janar, pastaj në shkurt do kemi rikthimin e 50 Shades, që pritet që t'jetë darker, po në fakt hotter, se vërtet traileri është i jashtëzakonshëm. Pastaj më tutje do kemi The Beauty and the Beast, nga origjina e filmit famshëm Disney, e bukur edhe pisha, po kësaj radhe me Emma Watson. Pastaj në prill do kemi Fast 8, vimi përsëri Fast and Furious, që në fakt ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm një vit më përpara në kineman tonë. Dhe jam e bindur, ishte edhe pak periudha e dramës me Paul Walker, po mendoj që edhe Furious 8 do jetë një film që vërtet do pëlqejet shumë. Kam treguar dhe më përpara që tek ne pëlqejnë shumë filmat me aksion edhe filmat dinamik në përgjithësi. Pastaj më tutje do kemi Justice League, Wonder Woman, nuk po i marr me muaj se ende janë datat e paqarta. Është një film i ri i Nolanin, diku nga vera mund të jetë Dunkirk. Ka vërtet filma që janë tituj gjigant. Dhe neve presim që të kemi vërtet shumë fansa të grumbulluar në kinema për këtë 2017 që vërtet pritet që të ketë filma shumë. Unë që tani fillova të ndaj muajt. Po thuaj se në çdo muaj do kemi aktivitete, do kemi fushata dhe gjithë gjërat e tjera që ne organizojmë për rreth tyre, po thuaj se çdo muaj do kemi një Ladies Night, një Men's Night, një Family Day, se kemi Smurfat, kemi Despicable Me 3-shin për sa i përket filmave për fëmijë. Domethënë vërtet nuk di kur na treguan linjat e para, domethënë titujt e parë, thjesht si line-up-e pa data sakta, të gjithë ishin super entuziastë sepse vërtet ishin tituj që pëlqejnë shumë. Ja vlen 2017 dhe qenë ka super do. Ky është lajmi i mirë që morëm në këtë fund të 2016-s. Okej, i tham të gjitha besoj. Them se po. Gjithmonë edhe surprizat najndore, si kundre për nga hera. Unë të falenderoj shumë që ishe me mua i ngrit, fund të parë në këtë fund vit edhe gëzuar. Gjithashtu të gëzuar. For tonight, leave your keys, can you please turn up the Se nuk ju kam pyetur me kë do t'i festonin festat, me kë do festonin në mbrëmjen në fundin e 2016 dhe në ardhjen e 2017-s. Nuk po t'jon. Vetëm, s'kam si thiri që gjithkohës telefon që si super i dashuruar, vetëm. Nuk ta besoj, po nejse. Kjo është e pyetja në fakt që në Facebook, në statusin e përditshëm të fan dhe e kishim për të gjithë fan lover, me kë do t'i festoni apo me kë dëshironi pafund të festoni këtë festa. Unë kam thënë çdo ditë jetës, nëse e kaloni me një njeri që ju jep shumë pozitive dhe e doni pafund, është një ditë tamam e jetuar siç duhet. Eni Dona thot ku ka më bukur të kalosh festat me familjen edhe me personat që don. Bensu Tekir thot me ato që më dhurojnë dashuri. Teja thot me familjen dhe vetëm në qetësi. Feta Shyti thot me familjen do i kaloj, po do doja t'i kaloja me shokës në fakt. Orkida thot me familjen, Dritjeta thot do kisha dash t'i kaloja me ty, ama maksimum mundi me të pa në televizor. Hajde në Tiranë. Këtu do je. Bone thot hello Byrek, festa sigurt do t'i kaloj me familjen edhe me INTV. Flavio thot me familjen dhe tezën time që më ka marrë shumë malli. Alex thot këto festa duhet t'i kaloj me ty duke parë INTV. Me 5 tava plot me byrek përpara. Po ju lutem se nuk kam bërë fare byrek të kohë, thënë të drejtën, po vdes. Përgjithsisht mami Fationit më bën byrek dhe ma sjell tu në televizion. Po kjo gjëja nuk ka ndodhur, që për vitin e ri, nëse dikush ka ndërmend të bëjë ëmbëlsirën, mua po të mbërni një byrek jam njeriu më i lumtur në botë, nuk dua baklava.
Për të kaluar pastaj tek Anita që thot normalisht me familjen dhe me shoqërinë në TV. Anxhi pastaj komenton dhe thot festa dua të kaloj me familjen patjetër, por dhe në një njerëz që vetëm buzëqeshje vendos në fytyrën time. Po shëndesim gjithë ato njerëzit që vendosin buzëqeshje në fytyrën e dikujt, për shembull, edhe ato gocë që e ka bërë Fationi kohë fundi vetëm të buzëqeshi, e përshëndesim shumë. E Jona thot me familjen time, Jërgen Lek thot me të dashurit e zemrës sigurisht, Suzana thot me familje sepse vetëm ajo është e pasëvendësueshme, Aleandra thot me familjen duke parë në TV, Glikja thot me familjen dhe me dashurinë time. Okej, nëse ka një dashuri për të ju mund të jeni të sigurt deri në fund të jetës tuaj, që është më e madhe dhe më sublime, janë mami, babi, motrat apo vëllezërit apo të ndryshëm familja që ju keni. Kështu që pa diskutim jo këtë festë, por çdo festë tjetër dhe çdo ditë të rëndësishme duhet t'ia dedikoni atyre. Mos sjell Beyoncé me All Night tani. But it don't take nothing to do sjellim tani, nuk e di pse e bëra atë rrotullim kështu. Do sjellim tani një ndër këngët më të nxehta të momentit, ndryshe sikur ne dhe i quajmë këtu Hot of the Day. Kjo kombinohet me bluzën time sot apo jo? Gati një lloj që kjo është pak më e palar. Kjo është më e bardhë. Okej, mjafton, pse keni kaq qef, unë lidh kputucët ju fokusoni, unë marr një astik ju fokusoni. Shqyr pak të keni evituar ato fokuset nga afër, këto i kam me të vërtet shumë qef tani. Olly Murs, do të jetë vëmendja tek Olly Murs, është një ndër personazhet me të vërtet shumë të dashur me produksione shumë të këtu që vjen gjithmonë nga era më pranë publikut. Në këtë prag festash, Olly Murs ka sjell këngën e tij më të fundit titulluar Years and Years. Tani, në momentin e parë që unë e pash mendova tani ky është bashkëpunim midis Olly Murs dhe grupit Years and Years apo çfarë, mezi e kuptova. Në fakt, ideja qëndron diku tjetër dhe ky është titulli i këngës, si pjesë e albumit 24 HRS. Singulli i tij është komentuar së tepër në rrjetet sociale për vetë faktin që Olly Murs ka zgjedhur si titull të vetë këngës emrin e një ndër bandave më suksesshme siç janë Years and Years, që kanë kontribuar me muzikë më të vërtet shumë interesante në këtë vitin e fundit. Ndërkohë banda Years and Years, do dini si e ka komentuar gjithë situatën, ata kanë bërë një status duke thënë që në këngën e radhës ne do ta vëmë titullin Olly Murs. Pritet për të parë se do ta mbajnë fjalën apo jo, ndërkohë ne shijojmë këngën më të fundit ndryshe e quajtur si Hot of the Day nga Olly Murs, Years and Years. Do shohim bashkë. Imagjinoni çfarë ndryshimi. Di çfarë këngë po këndoja këtu? Last Christmas, I Gave You My Heart, kështu po më shkëlqente portreti nga dashuria e madhe, ndërkohë në sfond është një këngë që vetëm me dashurinë s'ka të bëjë, por me Hotline Bling. Kështu është, nuk jemi gjithë të dashuruar në këtë ditë, nuk jemi gjithë kështu pozitiv dhe të mirë. Pse qesh ti kur për më dashurinë? Okej, vetëm dashuria man, kjo është ajo që na duhet në këtë ndrim vitash. Është shumë e rëndësishme nëse 2017 doni që të vi bukur, bëni mirë, duroni dashuri te çdo njeri që ju rrethon. Sigurisht ato që jeni të vetë afër zemrës. Ku jemi tani u bëra lëmsh me këto teoritë të dashurisë unë. Okej, jemi tek një lajm që nuk është ka tingëlluar daq mirë, sidomos për fansat e Britney Spears. Tani Kelvi që bën gossip TV tek ne vdes për Britney Spears dhe për Madonnën. Nuk dua ta imagjinoj fare sa mund të ketë qarë Kelvi kur ka parë këtë lajmin. Në faqen e Sony Music, në fakt doli një lajm që traumatizoi dhe trëmbi mbar publikun, opinionin e sidomos të atyre që duan muzikën e Britney Spears, sepse konsistonte në faktin që Britney Spears ishte viktima e fundit 2016-s. Preferuar nga fakti që në këtë 2016 shumë artistë të mirë të muzikës, legjenda kështu janë ndarë nga jeta dhe pretendohej që larg qoftë Zot, e fundit kishte qenë Britney Spears. U alarmua dynjaja, u bën nami e çfarë po ndodhe kështu ashtu, edhe pak minuta më vonë ka qenë vetë Sony Music që ka deklaruar që disa hakera kanë vjedhur faqen e tyre duke bërë një lajm të tillë që ishte totalisht i rrem, ndërkohë ne dimë që Britney Spears apo ka qenë të dashur të ri që është copa e yllit edhe shumë mirë, me ato nuk mund të vdiste në këtë moment. Kjo është shumë normal. Ne kemi një foto në fakt, një status kështu, nëse jeni të interesuar se çfarë ka thënë ose si ka reaguar Britney Spears, këngëtare 35 vjeçare nuk ka reaguar drejt për drejt, por nëpërmjet menaxherit të saj, i cili ka konfirmuar se Britney është shëndoshë mirë dhe shumë e lumtur në këtë prag feste, kështu që gjithçka çfarë ka ndodhur ju takon domethënë vlen të gjykohen hakerat që kanë vjedhur faqen e Sony Music. Kaq, shqyr që në fund fundi përfundoi si prallat me fund të lumtur dhe ky lajm nuk ishte e vërtetë, se mjaftoi me të tilla gjëra. Ne do të thënë Britney Spears tani, a e mbani mend Baby One More Time? E rikujtojmë bashkë. I know when that hotline bling. Do shohim pak duke na ndihmuar kështu dhe 5 foto që do të vinë tani, si kanë festuar yjet e Hollywoodit Krishtlindjet. Ne do t'i ilustrojmë dhe me foto dhe me informacion për Brik, kështu që le të shohim bashkë, janë vërtet shumë të këndshme, vetëm se këto kanë haruar të bëjnë hashtagun festoin që këtu
Okej, e nisim me Miley Cyrus, e cila këto Krishtlindje ka kaluar me të fejuarin e saj Liam Hemsworth, janë edhe me qenushin e tyre. Miley duket më lumtur se kur në këtë foto, duke inkurajuar gjithë fanët e saj të adoptojnë kafshë shtëpiake ndër të tjera. Së dyti vjen djaloshi i ditëlindjes, është John Legend. Për familjen e tij këto festa kanë qenë shumë të veçanta për shkak se ka ardhur në jetë dhe fëmia e tyre i parë, për herë të parë i kanë festuar bashkë me Lunën në këto Krishtlindje. Së treti vjen Mariah Carey, e cila nuk ka nguruar për të postuar një foto shumë seksi gjatë ditës së Krishtlindjeve. Ka postuar edhe një sër fotosh të tjera duke kaluar kohë me dy fëmijët e saj. Taylor Swift është e radhës, si çdo vit tjetër, edhe këtë vit organizon kështu super party dhe fton gjithë shoqërinë e saj, e cila është vërtet shumë e madhe. Këto festa i ka kaluar me disa nga supermodelet e Victoria's Secret. Si për çudi, edhe Drake ka postuar një foto poshtë pemës së vitit të ri, i cili shfaqet i vetmuar dhe as pak në humor dhe nuk e dim ku është, çfarë ka dashur tamam thot autori në këtë foto. Gjithsesi, e la foton në Krishtlindje, postoi atë foton me Jennifer Lopez që kam idenë mori më shumë like se që kishit menduar ndonjëherë. Ne do ta sillim tani Drake në fakt me Hotline Bling. Shohim. O zoti ma, jam shumë e lumtur. Po shumë ama, më ndihmo pak Fation. Un kam gati një vit që them një reportin nga Bukuroshi Albi. Bukuroshi Albi ka bërë një report. Bukuroshi Albi. Ja, ky është Bukuroshi Albi. Pakon të na marrësh në sysh. Më në fund i Bukuroshi Albi. Po pra erdhi në studio Bukuroshi Albi. Ata themin ne që ne jemi kushurin të lagët apo s'është nevoja? Po le ta themi se pastaj kish kuptoj. Po që mos na nxjerrë nëpër portale si çifti i vitit pastaj. Jo, unë jam mirë, unë shkreta jam mirë. Se vras mendjen. Albi mirë se erdhe. Faleminderit Fatma, mirë se gjeta në studio. Un kaloj shpesh këtu, kaloj për ditën pak. Po sot jemi tamam për të bërë pak më. Se duket që bëhet sikur kështu nuk është një fëmijë dhe nuk një fëmijë. Dëgjoj, në fakt e thash edhe më herë që ne shohim gjithmonë tek Agenda, një personazh që gjithmonë brenda gjithë eventeve këtu në Tiranë e sjellni pasqyrë mjaft mirë eventet se çfarë ndodhi. Ama një gjë shumë e rëndësishme në këtë fund vit është që nuk dim si dhe ku do ta ndajmë mendjen për të vajtur e për të bërë diçka, sepse edhe nuk kemi informacion. Ti duke që si e brenda gjërave, doni në ndihmosh pak duke na treguar çfarë do bëhet në këtë. Do të ndihmoj edhe në fakt ideja që ne miqtë Fan Depor dhe miqtë InTV kemi shumë xhan dhe duam të ndihmojmë gjithmonë. Super. Sigurisht kanë fale, kështu përgatitur këtë që e kanë dhënë. Ndoshta. Okej. Jo, në fakt jemi shumë afër natës ndrimit të viteve dhe pjesa e rezervimit të për klub është bërë tashmë një formulë magjike. Formulë magjike pasi sa vjen edhe komplikohet edhe më shumë. Të tipit tashmë rezervimet bëhen gati një muaj përpara. Ne jemi me datë, sot është data 28, por në fakt prenotimet kanë filluar që me datë 1. Wow. Kjo ndodhe sepse artistët që janë nëpër klubet të ftuar që do të performojnë këtë fund vit, janë goxha të mirë, janë goxha të afirmuar, janë dhe të kërkuar shumë. Të tipit ne kemi në Foliterac, kemi Ledrin, kemi Florin, kemi Klajdi Arunin, Brunon, kemi DJ Vikin dhe DJ Gramoev, që do të thotë janë 6 artistë që performojnë brenda një nate. Një performancë e cila... Do të thotë festa e bie praktikisht fillon pas 12-s, normalisht. Sigurisht pas 12-s, madje edhe rezervimet mendoj që të mbahen nga ora 12 deri në orën 1:30. Kemi pastaj lokale tjera, kemi Lollipopin i cili ka këtë vit Dafina Zeqirin. Edhe ajo shumë e kërkuar dhe madje e ke parasysh kur artistët bëjnë një lloj pushimi, nuk vinë shumë shpesh në Tiranë, kur lenja një muaj ose 2 muaj pa ardhur, bëhet nami, kërkojnë shumë. Po dhe Dafina është shumë mirë sepse ka performance live, ka performance me bandën e saj, ka djalin në bateri. Kjo shumë i talentuar. Shumë i talentuar, mos ngatrohem me emrin Valon. Po. Valon. Pastaj kemi tek Arena, që kemi atë reperin e famshëm që e duan të gjithë. Ta gjej Noizi. Po. Okej. Nuk e kam para Agendën, e gjeta kështu. Shumë mirë për e që e gjeta, po në fakt edhe Noizi është shumë i kërkuar. Le të themi që 3 nga lokalet më të mëdha të Tiranës, klubet ku të rinj do fokusohen këtë fund vit, kanë artistët më të mirë të vitit. Okej, ndoshta do të ishte edhe Era i Strefi aty me që se ka bërë namin këtë vit, po Era ka zgjedhur të jetë jashtë, kështu që mos jetë. Ku do ishte Era? Më duket se do të jetë jashtë Shqipërisë dhe Kosovës, nuk do të jetë as Shqipërisë dhe Kosovës. Pash që Enca ishte pushim këtë fund vit, kishte bërë një status në Instagram dhe Facebook, po tha që ja bëra dhuratë vetes që këtë fund vit isha me të shtëpisë për orën 12. Shumë mirë ka bërë në fakt, zgjedhje e zgjuar. Ti e ke ndarë mendjen ku do shkosh nga këto evente? Unë jam ai që nuk e ndaj mendjen asnjëherë. Jam te ajo pjesë e kategorisë që mendojnë gjithmonë në minutë fundit dhe
e ngjitëm atij grupit shoqëror që më pëlqen më tepër. Nëse një grup im shoqëror shkon për shembull tek Folia, unë zgjedh shkoj me ato. Ato janë gjithmonë ai minutës fundit. Por kështu si unë ka plot. Megjithatë edhe klubet, më sa kanë folur me menaxherët e tyre, kanë lënë një vend për këta njerëz që vërtet vendosin minutë fundit. Të tipit, nëse vendosin të ikin pas orës 2 ose nga ora 3, gjithmonë do të gjejnë një vend edhe ato aty. E kuptoj, shumë drejt. Tani, në rast se ka nga ato që në base duan të rishikojnë agjendën për të kuptuar se çfarë do ndodhi, ku do të jenë këto eventet, unë di që ka një seksion të veçantë fare në INTV, mund na ndihmosh? Ka një seksion fakt në intv.al, është in agenda, e cila është një përmbledhje të gjitha eventeve më të mira, ato çfarë trinjt apo miqtan të INTV shohin në transmetim televizion apo edhe në radio, sepse edhe në 105.7 ne jemi gjatë gjithë kohës updateuar me eventet. Ato më ta ndjekin edhe në website, tipit kanë informacionet që i duan, orarin, vendodhjen, kanë edhe faqen e Facebookut të klubit apo kinemas, teatrit që mund t'i informojnë aty më shumë detaje. Shko edhe kinemat janë një mundësi shumë e mirë këtë. Pas orës 12 edhe kinemat? Pas orës 12, jo, po para orës 12 janë mirë. Shko shohë një film, pastaj përfundoj nga Folia, nga Lollipopi, nga Arena. Sigurisht, Cineplexin dhe Millennium i kemi miq tanë, kështu që... S'le mik pa përmendur. Po i kemi miq vërtet, në fakt edhe janë miq besnik prej shumë kohësh. Kjo është gjë shumë e mirë. Albi, të falenderoj shumë që ishe me mua. Faleminderit ty që më ftove në studio. Okej, që ishe me kamerë. Edhe që bëjmë këtë bisedën, po mjaft interesant, tamam para kamerë, sepse jemi mësuar që t'i bëjmë pas kamerë. Po, bravo. Bukuroshe Albi, faleminderit të gëzuar. Bukuroshe Fatma, faleminderit shumë. Ne shkëputemi për parë. Një pyetje kam unë, që është edhe fund vit edhe ju stafi mund të tregojeni pak më të dashur. Në rast se unë kërkoj një email aty poshtë, kam me sign me regjisorin. Në rast se unë kërkoj një email, O zoti ma, sikur të gjeng që kupja për një moment me zë të lartë, ju në shtëpi do të shmendeshit se çfarë dëgjoj unë. Okej, ciao, ja, po Bela, s'po të mëndë. Tani, fandetin të vëpikal, po e them Tori që është këshu vaj filjofur. Ne mund t'jemi bashkë nëpërmjet këtij emaili, në fakt që ju mund na nisni, sidomos në këtë fund vit mund na nisni një foto interesante që bëni me miqtuaj, një video me vërtet shumë fani, duke shqyrtyra apo të kënduar dhe një cover song. Dua ndaloj te kjo e fundit, unë jam shumë e sigurt që shumë nga fan lover kanë nga ëndrat me syrtar, nuk kam se të bëhet syrtar, as kush nuk e ka më firmë dhe më vulli, ato kështu që bëni mirë të tregoni gjëra që dini të bëni dhe keni dashuri të madhe për këtë fundit, duke i sjellë në emailin do fandetin tropikal dhe le të ndajmë bashkë pastaj. Tani, kaveri që ne do të sjellim sot shkon shumë mirë me atmosferën në festave. All I Want for Christmas is You, një ndër titujt plot e përplot me dashuri dhe një ndër këngët më të famshme të Krishtlindjeve ndonjëherë. Do të vijë në versionin cover nga një ndër bandat më të dashura në fakt në kohën kur ishin banda, sepse kohët e fundit po flitet shumë për shpërbërjen e Fifth Harmony, sepse Camila Cabello ka lënë grupin për të vazhduar një karrierë solo. Ama në kohën kur funksiononin si bandë muzikore me një sër hitesh, ato zgjedhën të fillin një këngë të bukur Krishtlindjesh, siç është All I Want for Christmas is You, në një version totalisht shumë të këndshëm nga vetë gocat e Fifth Harmony që ne ndajmë me njëri tjetrin tani. Come faranno i figli a prenderci se këtu duket shumë bosh, kam gjitha të di që ju them shkoni vizni një nga ato topat e pemës të çunave, se janë ato të kuq se nuk vodhi njëri, edhe kishte mbetur bosh aty. Meqense jemi tek pema e Krishtlindjeve, dua t'ju kujtoj që ju mund të bëni foton tuaj të këtyre festave të fundvitit edhe të dekoroni festat me dashuri ndër të tjera, edhe hashtagu i famshëm në çdo foto të mundshme të realizuar dhe pastaj të postuar në rrjetet tuaja sociale duhet të jetë festoin, domethënë hashtag thurje festoin që e mrusi përbashkët të gjithë jemi në këto festa dhe durojmë sa më shumë dashuri se me vërtet është një ndër gjërat më të rëndësishme në këtë botë, ma besoni. Tani, unë nuk e dija për shembull që Gjermanët kanë qenë të parët që kanë vendosur një pemë Krishtlindjesh. Vetë janë korrekt se e di se e gjithë bota, nuk e dija këtë punën e pemës, tani e mësova. Dekorimi në fillim ka qenë me pupla pate. Wow. Çdo vit më shumë se 3 miliard kartat Krishtlindjeve dërgohen vetëm në SBA, kështu
që thani duhet bëni dhe ju të tilla gjëra, duroni kartolinat e Krishtlindjeve apo të vitit të ri edhe të jepni shumë dashuri ndër të tjera. Pemët e Krishtlindjeve zakonisht rriten për rreth 15 vjet para se të shiten. Sipas analizave të postimeve në Facebook, ditën e Krishtlindjeve ka më shumë ndarje se çdo ditë tjetër të vitit. Tani kjo më duk pak e çuditshme, si mund të ndajnë njerëzit e Krishtlindjes, është të mëshme. Tradicionalisht, 3 ngjyra janë të Krishtlindjeve, është e gjelbërta, e kuqe dhe ngjyra e arit që kemi veshur edhe ne sot si spontanisht tek fundi. E gjelbërta është simboli i jetës dhe rilindjes, e kuqe është e gjakut të Krishtit dhe ngjyra e arit është pasuria dhe drita. Sipas studiuesve, Babagjyshi viti 3 duhet vizitoj 822 shtëpi në sekond për të ofruar gjitha dhuratat e mundshme dhe udhtonte me 650 milje në sekond. Më këto ishin kështu wow, pavarësisht se i kam lexuar 2 herë prap, nuk kuptoj praktikisht asgjë, duhet i shoh me shumë vëmendje se janë shifra gati të frikshme. Do të mbetemi prap në atmosferën e bukur që dhurojnë këto festa, edhe kësaj herë tek Ariana Grande që sjell një këngë totalisht dedikuar festave. Shohim. Unë shpeshherë në fakt në Facebook bënja lexoj ose pak ne bëjmë statusin e Fandej ku kemi një pyetje për gjithë fan lover dhe komentoni. Shpeshherë ka komente të tipit që mezi pres të filloj na ishte një herë, ky është momenti juaj sepse sa të mbaroj Fandej, që ne po mbarojmë tani shumë shpejt. Në 17:00 ose ndryshe do të vi Once Upon a Time ndryshe i përkthyer na ishte një herë ku bashkojnë kështu gjithë personazhet e prallave në një serial të vetëm dhe kjo është akoma më interesante. Pasi të qetësohen duke parë Once Upon a Time, do shqetësoheni. Në fakt do kënaqeni duke parë Alfion, i cili do të vi me një tjetër recet shumë të dashur, të bërë me shumë dashuri, edhe shumë thjesht ku fare mirë mund ta kopjoni gjithë. Unë kam thënë tani më që madje ndonjëherë lë porosin në shtëpi të Gjoni kur filloi kripët e piper, ju lutem prishni antenën se mami nuk më shef mua, po shef Alfion dhe kjo nuk është gjë e mirë. Shumë shpejt do të rikthehet dhe ndriti te kripët e piper, do të jenë akoma dhe më fani me gjithë recetat e mundshme të bëra nga çunat në orën 6, ndryshe 18:00 është kripët e piper, 1 orë 30 minuta më vonë, pastaj do mund të ndiqni edicionin informativ së bashku me Ilirin, edhe treja do të vinë në orën 7 të darkës. Në orën 19:00 është Rudi dhe Mateo që u presin shumë komod në kohëtuqjet e tyre, duke ndarë me ju batutat të këndshme dhe gjithçka çfarë ndodh gjithmonë në mënyrën e tyre shumë pikante. Për të mos haruar që sonte vjen edhe tek unë së bashku me Ariolën gjithë intervistë shumë e këndshme në orën 20 dhe një tjetër film për të bukuruar darkën tuaj do të vinë në orën 9 të darkës. Ndërkohë, teksa shikoni filma, teksa ndiqni programacionin Into Volbenja, ju mund të dekoroni festat tuaja me dashuri dhe bëni një foto tek Pema për shembull apo kudo tjetër teksa po festoni dhe hashtag-u më i famshëm i këtyre festave duhet të jetë #festoin për të festuar gjithë në mënyrë shumë bukur e për që in gjithë në këto festa. Gjiko Jeshku vjen tani në Fandej, e shohim bashkë. Meqenëse është kënga e Enrique Iglesias kjo në fund, le të themi që kjo ishte një ndër mbylljet më të ëmbla që mund t'i bëni në Fandej. Unë në fakt jam shumë e lumtur që një tjetër ditë ne shpenzuam me njëri tjetrin, shpresoj që të kemi ardhur shumë pozitivisht tek gjithë ju, se në fund kjo është ideja e Fandej, për bërë gjëra thjeshta apo me dashuri shumë të madhe, edhe të paktën 2 orë në ditë bëni mirë, ta fikni trurin nga gjithë këto hallet e telashe që mund të keni patur sot, cili lloj një njeriu që mund t'ju ketë mërzitur, po qoftë puna, qoftë shkolla, gjithçka tjetër, asgjë nuk është më e rëndësishme se humori dhe gjendja juaj, kështu që fikini telashe. Tani ne do të ritakojmë nesër në fakt në po të njëjtën orë, të njëjtën do ta shpenzojmë bashkë 15:00, por deri më atëherë mund të jemi prapë shoqërinë e njëri tjetrit, mjafton në një vizitë në rrjetet tona sociale, si në Facebook, edhe në Instagram, po jemi edhe në Twitter, po jemi edhe në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in intv.al. Megjithëse jemi tek website dua të rindaloj këtu për të ftuar që të votoni dhe për këngën tuaj të preferuar. Nëse keni një këngë të preferuar shqiptare gjithmonë që e doni më shumë ti dhe e preferoni pak më shumë se gjithë produksionet e tjera shqiptare, mjafton të votoni në intv.al/top10, zgjidhni një ndër këngët e parashtuar dhe automatikisht kjo bëhet pjesë e listës së 10 këngëve më të mira të kësaj jave. Ndryshe ne e quajmë dhe Like Ship Top 10 që do transmetohet të dielën në orën 10 mëngjesit në In Radio, 105.7, edhe të premten këtu në Fandej në pjesën e dytë në saktë dhe më mirë. Tani pyetja që ne kishim sot në Facebook ishte me kë doni të shpenzoni të kaloni këto festa më shumë tim. Edhe anëtë të festa duhet t'i kalojmë me familjen, po me një njeri që vetëm buzëqeshje vendos në fytyrën time, e lexova më duket njerëz, pse kam memorie me kaq faza të shkurtra. Suzana thot me familjen se ajo është e pazëvendësueshme. Aleandro thot me familjen duke parë INTV. Glikja thot me familjen time dhe me të dashurinë, Joni thot me familjen, Gida thot me familjen, Egnaldi thot haj byre këto festa duhet t'i kaloj me familjen gjithashtu, me të fejumin thot Albina, me familje normale, por jo me të gjithë fatkeqësisht.
Goni thot me familje dhe me InTV, Emanuel thot me Xhaxhin që mungon shumë për këto festa, Dori thot me familjen, Grace thot normalisht me familjen, edhe sigurisht me InTV, Ariane Xhepi thot me ju. Domethënë, për dy familje bëhet fjalë. Një familjen tuaj vërtet e dy për InTV Albania, ku ka më bukur se të kalosh me familjen. Kështu që bëni shumë mirë, do të jetë një vit i ri me vërtet shumë i bukur, jam e sigurt. Okej, ne këtu ndani bashkë për të rrituar nesër, kalofshi sa më bukur.